Përshëndetje TikToku. Ritakohemi sërish me magjinë e radhës. Kjo magjia e fijeve të korrentit është e papame. Është absolutisht e papame të shohësh fije kështu në këtë lloj mënyre, sidomos fijet e karikimit, që janë kaq shumë të rëndësishme, që janë fije me tension të lartë, që duhet lidhen tamam, duhet pikohen, duhet izolohen mirë, edhe jo me kështu lloj rregullatori. Se çfarë lloj rregullatori është ky? No face, no name, no number. As e dim fare çfarë lloj rregullatori. Karikote janë 16, janë 17, nuk e di. Shikoni pak fijet ose bukur janë lidh. Fijet e rregullatorit. Shikoni pak. Shive, bukuri. Plus mas plusi këtu, 2 plusa, 1 plus shkon bateri, nuk e kuptoj fare, me fel. Shofi sigurisht këtu lart, që është e lidh me këtu. Nese. Gjithsesi, ky motor është Madison Trash, prodhimi i vitit 2008, është me grup Piaggio 250. Është i motor tejet i mirë me këtë lloj grupi dhe është gjunaf që të katandiset motori kështu. Përveç shtirave se çfarë pa me çfarë hoqën brenda në grup, por ke pjesa korrentit është e patolerueshme sepse rrezikohet që motori të marrë flak. Ndaj duhen pajisje origjinale, ky është rregullatori i këtij motori. Made in Japan. Nuk bëhet fjalë fare, çdo gjë duhet origjinale, sepse ndryshe nuk shkon kjo punë. Faleminderit.